Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit, të dashur Luan. Keni qenë në një gjendje pasigurie ose një lloj përjashtimi, është duke ju dhënë një mundësi e artë, ta them, apo një dritare e madhe po ju hapet për të ndërtuar sërish me vedije dhe me qëllim. Po fillojmë me asqin e monedës, një mundësi shumë konkrete për fillim të ri dhe të qëndrueshëm në jetën e juaj materiale, punë, para, stabilitet, siguri, por nuk do të thotë patjetër vetëm në këto. Diçka e re. Kjo letër simbolizon potencial të pasur, të pastër për rritje. Kapu pas kësaj mundësie, të dashur Luan, pa hezitim. Edhe nëse të duket e vogël, tani, mbjellja e saj mund të jap frute të mëdha në të ardhmen, por duhet për kushtim dhe jo që të blokoni procesin, si që ka dalë këtu të dashur, emocionalisht apo mendërisht. Ka një zgjedhje për të bërë, po për shtyn sepse nuk dëshiron të përballesh me të vërtetën, apo është një frikë këtu ta marr, të bëj si çfarëdo që të jetë kjo dritare që po ju hapet, për çfarëdo lloj gjëje, është një mundësi e artë. Prandaj, mbyllja e syve nuk do të mbroj, duhet guxim për të marrë vendimin që e di se është i duhur, edhe nëse është i vështirë. Zgjedhja do të sjellë qetësinë që jeni duke kërkuar, të dashur Luan. Dhe ylli vjen pas asaj kur merrni atë drejtim, kur i hapni syt, apo dy të shpatës është në një udhkryq, ta them ashtu. Kjo letër është letra e shpresës, shërimit dhe dritës pas errësirës, gjithmonë të dashur, një rikthim te vetja pas një periudhe pa sigurie, siç doli këtu, dhe një fryzim i ri po lind. Mos e lejo plagët të flasë më fort se shpresa. Të jeni të hapur ndaj mrekullive dhe lejo veten të besosh sërish, sepse diçka e bukur është duke ju ardhur, të dashur Luan, por mos besimi juaj sikur po e mban derën e mbyllur dhe një hezitim i madh është duke ndodhur. Mbretëresha e shpatës, mençuri, qartësi, mendore dhe aftësi për të parë për te emocioneve të mjergullta. Ja ku e kemi, të gjitha mundësit po të jipen, të dashur Luan, dhe kjo mbretëreshë nuk bën kompromise me të vërtetën. Pra, po e shikon mu në sy. Këshilla e kësaj letrës është të jeni të sinqert me veten e juaj, vendos kufi të shëndetshëm dhe vetes së juaj, mos e egzagjeroni me gjëra duke qëndruar në një vend numro. Nuk ke pse të bësh më sikur nuk e di çfarë është drejt për ty. Thuaje çfarë ndjen, qartë dhe me integritet. 5 të monedës, ndjenjë mungese financiare, emocionale ose shpirtërore. Jeni duke u ndjerë të përjashtuar ose të harruar. Më shumë them nga vetja juaj, të dashur Luan, se nga dikush tjetër. Këtë ta keni parasysh, më shumë nga vetja juaj. Pra, këshilla këtu është nuk je vetëm, por po e mbyll veten nga ndihma që është duke ekzistuar në fakt. Dil nga mendësia e mungesës, kërkon mbështetje nëse edhe ka edhe nga njerëz të ri. Mund të kërkosh apo thjesht të mos të zgjedhësh të mbyllesh në vete dhe të presësh që gjërat të largohen. Dhe më në fund, një fillim i ri në rrugën e stabilitetit tregon potenciale të mëdha për të ndërtuar këtë jetë të re që shumë e dëshironi, por ose s'keni guximin, ose mendoni që nuk janë pjekur kushtet, apo nuk keni mundësi. Nuk është e vërtet, ka potencial për të ndërtuar këtë jetë të re, por gjithçka është në fazën fillestare, në vendin apo në faqen e parë të një libri. Keni shumë për të mësuar, por mos të presim kur të jemi gati. Fillo me atë që ke, bëj plane, studio, mëso dhe provo. Çdo hap që hedh tani është një investim në një të ardhme të fortë. Bëje tani.